Politika jonë është mbushur me Erion, Po? emër shumë i përdorur. Po ndërkohë, se cili për tyre ka veçantinë e tij. Kemi dhe një Erion tjetër që ti e do fort. Erion Braçan. Erion Braçan është fisnik. Erion Braçan është fisnik. Erion Braçan është një nga opozitarët e vërtet brenda partisë vet. Është një nga çunat që unë jo kam respekt, ja mu më rënqetet mishi. Shikon mishin? Ja, po të gënjej. Po, realisht të rënqet mishi. Realisht, ha? Ja, po të gënjej. Një nga njerëzit që unë i kam shkruar vetëm një mesazh. Dhe i shkrujte, e ka mesazhin këtu. E ke na trego pak. E kam dhe i thash, këtu në këtë zonë, domethënë një shqetësim, unë kam shumë shqetësime që ja shpreh. Një shqetësim i shpreh. Të lutem thot më jep adresën. Ky është politikani që unë dua. Ky është politikani që unë, ja ku e ke, unë vazhdon mishi kokër. Kur ja shkrova? Ky është politikan, unë kam shkruar gjithkohës i shkruaj këtij dhe i them, të lutem zoti deputet, është një nga, ja ku e ke, ju lutem zoti deputet dhe shikoj vetëm përgjigjet. Adresën. Okej, tani. Domethënë, unë kam të bëj me një njerëz që është vërtet pendoj një mesazh tjetër se mos pendoj një mesazh vllai si je si ke qenë përveç këtyre bisedë shumë korrekte dhe e ftohtë. E ftohtë fare absolutisht. Më duhet kjo gjë. Më duhet, ju lutem, ky është politikani që duam. Prandaj bëhet mishi kokër mu. Se nuk kam mos si këta. Kështu që Erion Braçan për mua është fisnik. Edhe është i fundit të mojkambe. Edhe po i them ruhu se me sa po shoh kohët e fundit, Rama gjithë të mirët, po i gjuka me shigjet nga larg. Aman të keqen, të lutem me di Rama vetëm Braçan e ruaj se kështu si po nis puna.